Takimi I parë me Çabën. Po. Takimi I parë me Çabën. Zisuna. Madhështore dhe shka. S'përshkruat, be, jo. Jo, sono I veçja se cili numër e gjishka, veke thosha, vlla, ma trego madhsin. Sa është e gjatë, sa është e gjanë. Vlla, gjatësia edhe gjërësia në atë vend nuk përshkruhet, po knasia, vetë kime shiu. Ajo visë që jo të I moment. Takimi I parë me Çabën është Në më thonë zdrip njerë për shkallë. Po, për shkallë të poshtë, edhe mande del Çabja. Direkt del Çabja. E thoshe, subhanallah, o Allah, nga 1.700.000 banor Maqedonis, 800.000, më ke përgjedhë une me konë musafiriat. Pa, dhe kanë një ndjenjë. O Allah, thash, në këtë vend, që gjdo dua pranohet. Mirë po, edhe njëherë, më fund do e ceke, thosha, në këtë vend, s'kisha arë pa dëshiren tane. S'kisha arë pa izën tanë. Me I pas edhe milionët, se kum pa afarist, shka ka ndru jetë, tu I thonë, o vlla, shko shife Medine, shko shife Çabën, shko knaqë në numre në hashë. Kam kohë I ri jam, e shkoj pa I shiu atë knasi. A une, si thoi një punëtori I thjesht, Allah po ta mundson me kon musafiri ti, po ta mundson me kon prezent, ku janë, mund të them, koloriti I gjithë njerëzimit, botror, do më thonë, si racor, kolorit ekonomik, multimilioner mundet me kon qatin nga të me, po për Allah të janë njëti gjithë. Po. Ajo ndjesi që Allah po të fton me një vend që afërsia është shumë e afërt, edhe emocionet janë tepërta që thosha atash, elhamdulillah Allah, ma ke plotsu dëshirën jetësore. Mirë po dëshira jetësore edhe një dëshirë që çdo musliman është me kon pjesëtar I xhenetit Firdaus. Allah I na mësoj gjithëve. Amin ya Rabb. Sunat ato emocione nuk përshkruan. Definitivisht nuk përshkruhen. E unë kur pa të ardhë, u mënojsha, u kallëzojsha, abe, disa mirë, ja, pa shku vetë me pa. Po. Tjetër është kur ta shifsh, tjetër është kur ta përshkrush. Shumë e vërtetë.